Edhe pse aktrimi në Vali po ta ka dhënë një histori, kam filluar shumë herët. Jam i vetmi në anën Moravi Gjelan që kam 2 shkolla të aktrimit. E kam shkollën e mesme, kam kryer në Pej, atje kam banuar të aktrimit, fakultetin në Prishtinë, notën mesatare kam diku 9.4. Domethënë tash punoj me Roxin teatr, edhe pse në teatrin ton stafi që është, besoj se një 60% më shumë janë që kanë kryer privat, po unë kam kryer shtetëror. Edhe unë mendoj që unë më e vështirë. Po. Ku është arti sa qerë me qenë se ke kaluar për gjithë të sfidat, 2 shkollat të aktrimit, si qëndron teatri në komunën e Gjilanit? Unë krenoj me teatrin e qytetit Gjilanit, sepse është me repertoar të rregull çdo muaj. Drejtori Ersan Zymbera është duke bërë një punë të mrekullueshme besoj, sepse me të vërtetë e kemi kaluar me shikueshmëri, mund të them që edhe teatrin kombëtar të Prishtinës, sepse teatri i Gjilanit e ka publikën e vet, edhe në çdo shfaqje e ki pothuajse full sallën e teatrit. Edhe për këtë jam krenar. Po, e përmenda para se me orët e te në fakt edhe pak kohë ju kemi në Turqi, pse? Ka qenë një shfaqje që është bërë Kopshti i Hijev, me emrin Kopshti i Hijev. Shfaqjen e ka shkruar Sara Weiss, është angleze, po edhe regjina ka bërë Anastasia, edhe ajo është angleze, janë nga Anglia. E kanë bërë rrëfimin e historisë Saranda Bugojevcit, masakrën që ka ndodhur në Podojev gjatë kohës së luftës. Edhe tash jemi ftuar nga Festivali Ndërkombëtar i Turqisë që të jemi në Bursa për ta përfaqësuar historinë, rrëfimin dhe sakrificën e familjes Bugojevci. Në këtë rol e luaj një generali i cili shpëton Saranda Bugojevcin në spitalin ushtarak dhe e mundson të bëj azil në Angli gjatë asaj kohe, periudhët luftës në Kosovë. So është edhe mshme qerë mbi gjitha me lujt role që realisht të shtin me unë dje keq, edhe ky rast të e luan pëthua që e luaj atë komandën që e merë Saranda Bugojevci, po flas për në përgjësi, edhe rolin e keq kur e luan të agresorit serbën, po besoj përmes ti e tregon me një farfor me çfarë ka ditë me boaj. Unë po besoj që ti si personazh do shmuni krenari, jo për vetë emrimin serb, mirë po e tregon përmes asaj çfarë realisht ka bo. Qysh e vlerëson këtë pjesë? Unë ndihem shumë krenar, dhe zakonisht se kur ka qenë audicioni për t'i pranuar nga regjisorja angleze në teatrin kombëtar, nga 15 mashkuj i kanë zgjedhur vetëm 4 meshkuj. Edhe nuk e kam prit që do ta marr rolin, besoj se është një konkurrencë kam atë vjetër, kam me provoj. Sigurisht. Edhe për mua ka qenë, po te hujt nuk kam të njohshëm. Sigurisht. Kështu që u angazhova. Po.